Për herë të parë pas vitesh me kriza, procedurat e inaugurimit të autoriteteve të reja lokale në veri u zhvilluan pa drama politike, duke dëshmuar se rendi kushtetues i Kosovës funksionon edhe aty ku për vite radhëse u sfidua hapur. Konstituimi i kryetarëve dhe i kuvendeve komunale në Mitrovicë të Veriut, veçantë Zubin Potok e Leposavić, kaloi pa incidente, pa tensione dhe në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Por normaliteti procedural nuk e zbej thelbin politik të këtij rikthimi. Njohës të zhvillimeve politike thonë se lista serbe u kthye në pushtet në komunat veriore jo si shprehje integrimit të ri, por si rezultat i lëvizjes së kalkuluar nga Serbia. Që kur u themelua më 2013, lista funksionoi si instrument politik i Serbisë në Kosovë, duke kaluar nga përfshirja formale në institucione të tërheqja koordinuar, bojkoti e rikthimet selektive në përputhje me interesat e qeverisë në Beograd e jo të nevojave të komunitetit serb. Pas zgjedhjeve të fundit lokale, kjo parti rifitoi pushtetin e 4 komuna veriore, duke i dhënë fond periudhës 2 vjeçare të drejtimit të tyre nga kryetar shqiptar, që u zgjedhën në procese të bojkotuara nga serbët. Kjo periudhë bëri që Verio për të parën herë të funksionoj institucionalisht pa listën serbe dhe rezultoi me mbylljen e strukturave paralele të Serbisë, ndalimin e dinarit dhe integrimin e shërbimeve bankare, postare, administrative në sistemin e Kosovës. Por kryetari i Forumit për Marrëdhënie Etnike në Beograd, Dušan Janjić, thotë se rikthimi i listës serbe mund të prodhojë veç një stabilitet të kufizuar. Situata është kthyer aty ku ishte para krizës së sigurisë dhe para ngjarjeve të Banjskës. Kemi një normalitet të ri. Serbët i fituan komunat e tyre, por shumë prej tyre janë në presion, veçanërisht komunat që lidhen me asociacionin. Një nga arsyet kryesore të rikthimit është presioni ndërkombëtar mbi Vučićin. Në Serbi një pjesë e opinionit e konsideron tradhtar, sepse i tërhoqi serbët nga institucionet e Kosovës dhe i shtyu drejt bojkotit. Aktiviteti i partive të serbëve të Kosovës ndahet në 2 periudha. E para nga viti 2000 deri me 2013, ndërsa e dyta nga 2013. Periudha e parë u karakterizua me refuzimin politik të serbëve për të integruar në institucionet e Kosovës. Situata ndryshoi kur pas marrëveshjes së Brukselit, lista serbe u themelua me 2013. Ajo u krijua si monopol politik i serbëve të Kosovës, mbështetur financiarisht e politikisht nga Beogradi. Në zgjedhjet e para lokale të nëntorit të 2013-s, lista serbe mori pjesë vetëm pas thirrjeve publike të qeverisë në Beograd dhe i fitoi shumicën në komunave të banuara kryesisht me serb. Në ato të 2013-s e 2017-s dhe në 3 cikle zgjedhore parlamentare, lista konsolidoi dominimin përmes presioneve sistematike. Pas përfshirjes në institucione, partia mori pjesë në çdo zgjedhje deri me 2022, kur nisi periudha për shkallëzimit politik që kulmoi me nëntorin e atij viti, pasi përfaqësues serb u tërheqën nga institucionet e Kosovës duke shndruar bojkotin në armë politike. Tensionet politike kulmuan më 24 shtator 2023 me sulmin në Banjsk, që u udhëhoq nga nënkryetari i listës serbe Milan Radojčić e që ekspozoi lidhjen e rrezikshme mes politikës, strukturave ilegale e dhunës së organizuar. Me gjithë rikthimin e veri, Janjić vlerëson se lista serbe është politikisht e konsumuar, pasi fati i saj lidhet direkt me mbetjen e lëkundër për pushtetin e Aleksandar Vučićit në Serbi.